Tragjedia në Maqedoninë e Veriut, qytetarët shkatrojnë lokalin e pronarit të diskos. Të indinjuar nga tragjedia me 59 persona të vdekur, kanë shpërthyer protestat në Koçan të Maqedonisë së Veriut. Në të njëjtën kohë, një tubim i madh proteste u zhvillua në kryeqytetin Shkup. Sipas mediave të Maqedonisë Veriut, protestuesit në Koçan filluan të hedhin vezë dhe shishe në bashkinë e qytetit duke thyer dyert dhe dritare, duke kërkuar përgjigje nga autoritetet përkatëse për tragjedinë që tronditi qytetin. Ata kërkuan të takohen me kryetarin Ljupço Papazov, i cili tashmë ka dhënë ndërheqjen. Më pas, turma është nisur drejt lokalit të dytë të pronarit të Plus, diskotekës që u kthye në var për 59 persona. Protestuesit kanë thyer xhamat e dyqanit si shenjë proteste. Disa mijëra student dhe nxënës në Shkup janë mbledhur në mesditë në sheshin e Universitetit Shtetëror të qytetit për të nderuar 59 të vdekurit në tragjedinë që ndodhi në orët e para të së dielës në një lokal nate në qytetin e Koçanit. Ata kanë ndezur qirinj në kujtim të viktimave, ndërsa njoftuan se tubimet të ngjashme do të mbahen çdo ditë deri në 21 mars.